Gjergj Kastrioti, Skënderbeu, heroi kombëtar shqiptar, europeist I parë I këtyre trojave. Në fakt, jam një avatar I krijuar nga departamenti AI I Partisë Demokratike. Ndryshe nga avatari Ramës, Tjella, që ka kushtuar 4 milion euro, unë kam kushtuar vetëm 100 euro. Edi Rama po I kushton shumë Shqipërisë. Që nga pushtimi otoman, askush nuk I ka kushtuar më shumë këtij vendit bekuar. Në fund, më lejoni që t'i uroj punë të mbarë kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike. Le të jetë kjo beslidhje jo vetëm e ripërtëritjes, por edhe e antivjedhjes. Antarë të kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike, ngrihemi në këtë moment në këmbë dhe nderojmë himnin kombëtar. Zonja dhe zotri, antarë të kuvendit kombëtar, mirëpresim zonjën Erisa Bajaziti, përfaqësuesja e diasporës, për të hapur punimet e kuvendit. Të nderuar antar të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, të nderuar miq dhe partnerë ndërkombëtar që na keni nderuar me prezencën tuaj, të nderuar të ftuar dhe kontribuar ndër vitet të Partisë Demokratike, të nderuar kryetar të partive tona aleate, I nderuar kryetari I Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha, unë, Erisa Bajaziti, kam nderin dhe privilegjin që si grua dhe përfaqësuese e diasporës të deklaroj në emër të kryetarit të Partisë Demokratike të hapura punimet e kuvendit kombëtar. Ky kuvend vjen në një moment të rëndësishëm për Partinë Demokratike, por mbi të gjitha për Shqipërinë. Kur në historinë 36 vjeçare të demokracisë në vend, Shqipëria nuk ka patur kaq shumë nevojë për Partinë Demokratike, kaq shumë nevojë për njerëz të lirë, kaq shumë nevojë për secilin prej jush. Vendi ndodhet në udhkryq prej kohësh, pa zgjedhje të lira, pa institucione të forta, me krimin e organizuar që ka dëpërtuar në institucione dhe në ekonomi, me korrupsion të shtrirë në çdo qelizë. Dhe për këtë ka një përgjegjës, që është Edi Rama. Por lajmi I mirë që dua të përcjell nga ky kuvend për çdo qytetar shqiptar është
që ka dhe një shpresë për zgjidhje, që është Partia Demokratike e Shqipërisë. Le të shërbej ky kuvent si piknisje i një transformimi të thellë të Partisë Demokratike, që do të na çojë të gjithë bashkë, krah për krah me çdo shqiptar, në transformimin europian të Shqipërisë. Prandaj, sot është momenti që nga ky kuvent t'i bëj thirrje çdo intelektuali që e do Shqipërinë të zhvilluar. Le të bëhemi të gjithë bashkë për Shqipërinë. I bëj thirrje çdo gruaje dhe vajze që dëshiron të ndërtojë një familje të fortë dhe në mirëqenie në Shqipëri. Le të bëhemi të gjithë bashkë për Shqipërinë. I bëj thirrje çdo të riu dhe të reje që dëshiron të studiojë, të punojë në vendin e vet. Le të bëhemi të gjithë bashkë për Shqipërinë. I bëj thirrje çdo bashkëqytetari që si unë jeton jashtë vendit, por mendjen dhe zemrën e kanë çdo ditë në adheon e tyre. Le të bëhemi të gjithë bashkë për Shqipërinë. Të nisim sot, të gjithë bashkë, projektin e ripërtëritjes së Partisë Demokratike, transformimit të saj, duke deklaruar një zëri se Partia Demokratike mbetet e hapur për çdo zë, për çdo ide, për çdo kontribut. Të nderuar delegat, ky kuvent kombëtar është thirrur nga kryesia e Partisë Demokratike me një rendite që synon ripërtëritjen dhe forcimin e Partisë Demokratike. Me vendim të kryesisë së Partisë Demokratike të Shqipërisë, kuvendit kombëtar i propozohet për miratim ky rendite. 1. Miratimi i ndryshimeve në statutin e Partisë Demokratike të Shqipërisë. 2. Ratifikimi i vendimit të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të Shqipërisë të datës 5 mars 2024 për bashkimin e partisë. 3. Ratifikimin e rezolutës së Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të Shqipërisë për qëndrimin e Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 majit 2025. 4. Miratimi i platformës për përfaqësimin politik të diasporës. 5. Miratimi i platformës për digitalizimin e partisë. 6. Zgjedhja e antarëve të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të Shqipërisë për një mandat 4 vjeçar. Kush është dakord me këtë propozim? Pro? Kundër? Abstenim? Miratohet.